Broma toksor. Ja ku jemi rikthyer në këtë P 2 apo 3 letjo, ç'është kjo? P3, pjesë të tretë e emisionit. Sonte është e premte, siç u thash në fillim, data është 23 janar 2026, zonja zotërinj. Jemi live këtu në MCN. Po kujdes, ju që më ndiqni. Ka shumë nga ju që nuk e dini që unë nuk jam vetëm të premte në MCN për qefin tim, jam dhe të martën dhe të mërkurën. Po ndryshe nga e premte që ne fillojmë në orën 9 të darkës, të martë të mërkurë ne fillojmë në orën 10 të darkës. Fiksojeni mirë. Dakord? Edhe pa pas që pa pas. Mos haron. Para e dyta. Sonte ju emisionin, në fakt, si prej shumë kohësh tashmë, mund ta ndiqni live në këtë faqen këtu në YouTube. Zonë e Lirë Official. Dakord? Ku mund të çoni dhe mesazhet tuaja për qef. Ndërkohë mos harroni te ky kuadrati këtu i bukur, te kjo kutia QR kodi, ju mund të bëni një skanim me celularin tuaj, një login të thjesht dhe çoni pyetjet për Sebastianin dhe për Henry Çenon që kam në studio. Henry, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Henry Çeno, zonja zotërinj, me që vjen për të parë, po i bëj një prezantim fare të shkurtër. Henry, ju jeni sekretar për marrëdhëniet ndërkombëtare në Partinë Demokratike. Keni mbaruar drejtësi dhe jeni specializuar për të drejtën ndërkombëtare. Gjithashtu keni qenë dhe sipërmarrës me eksperiencë sipërmarrës vazhdojmë ende. Vazhdojmë ndër të tjera dhe në fond të investimi. Po, me eksperiencë po. Pra Henry, nëse për shembull një ditë ne duhet të flasim për BlackRock-un, ti je në gjendje të ma shpjegosh si prapë BlackRock-un kur u krijua, si u krijua. Ndoshta edhe kontaktet drejt për drejt me CEO-n. E njeh? Që drejtoi, jo unë drejt për drejt, po i shefët e mi. Këtë që drejtoi Davosin tani. Po. Që quaj jaroj prapë emrin. Harrova prapë emrin e CEO-s ri të Davosit. E CEO-s që është dhe CEO-s i BlackRock. CEO i BlackRock-ut. Si e ka? Larry Fink. Larry? Flynn. Finn. Ja ta shoh. Larry Finn. Ha? Larry Finn. Larry Fink. Fink. Larry Fink, $2.3 miliard pas. Po pra. Po shoh ande nga unë nga kameras të ndihmon njëri fare. Kapitali BlackRock-ut. Edhe mund të përtasë, se nuk di gjërë, s'ke mikrofon. Larry Fink. Me qëra fjala, Henry, Sebastian, sonte jo kanë ftuar për të hedhur dritë, do shtë edhe për të debatuar, për dy çështje, për dy fabula që janë aktualitet. E para do jetë blofi Ramsit me bordin e paqes, pse ra opozita në Kurth dhe shkoi dhe votoi me njerë dje në parlament, dhe aq më tepër, kulmi arriti që ky projekt ligj, ky ligj, se është ligj tani, apo jo, u votua me emrin e Ramsit brenda, Edi Rama, kryeministri Edi Rama. Njësoj si me Trumpin, se edhe ajo. Një nga përfaqësuesit e opozitës. Ja, një sekond, Henry se do vi të ty. Një vetëm votoj kundër. Kjo është fabulë e parë, të kuptojmë ç'a ndodhi. Pra pse i panosi prapë Ramsi si pula, molla, gjithë opozitën. Modje më thanë që edhe e Kapri, miku im, edhe Goni, Gonshej, votuan dhe ata, përveç këtij që abstenoi, që si Shtefane në sallë, thuaj, e Arlin Qori dhe Redi Muçit. Gjithë të tjerë votuan pro. Fabula tjetër është Spaku në aksion. Spaku në aksion, a është në aksion apo jo? Këtë do diskutojmë. Çfarë i kërkoi Ramsit katërt, ministri gjerman në Tiranë, i cili nuk është ama ministri i jashtëm i Gjermanisë, po është ministri pa portofol në ministrinë e jashtme, një lloj zëvendës ministri apo jo. Si i dërguar që shkon shpesh në vende. Po para se të flasim për to dyja, Henry, më lejo me Sebastianin të kënaqem pak. Se Sebastiani kishte hedhur sot Facebook një gjë që unë nuk munda dhe qesha me lot para 2 orësh e pash, 2-3 orësh. Thash Sebastian duhet të trajtojmë patjetër këtë, qoftë disa minuta se është një perle pa parë. Shikojnë çfarë perla ka kjo botë. Prandaj ju them që jeta është shumë interesante, nuk duhet të mërziteni asnjëherë. Se ka perla të tilla që në momentin e parë mund të thoni Arian, po pse gëzohesh? Çka ka për qeshur këtu? Thjesht shkallësia e disa humanëve, domethënë, që arrin dhe bën gjëra të tilla është një. Nuk e di po, për shumë unë këtë njeri nuk mund ta paragjykoj, nuk mund të them dot, edhe pse tani ai ishte në sallën e gjyqit, ë? Doli në gjyq, ishte sot seanca? Do më thos Sebastiani me detaje se kishte bërë një status Sebastiani për këtë. Po le të plasi Ledjo në ekran titullin dhe Sebastiani të na tregoj këtë histori. Një papagjik ky tjetër i niveleve të papara, se papagjin ka gjithandej, më nuk është vetëm Ramsion. Papagjin ka gjithandej, të gjithë janë papagjin këta. Se mos ta që duan të marrin pushtet. Po ky është papagji
i pazakont, vëlla. Shikoni. Unë kam më dhe këto emojit, këto emojit sebi se nuk rria do vëlla pa i vën. Kënaqja i shumë kur e pash. Ky ka mashtruar gjithë dynjan, për sa vite do ma thuash ti, duke u sjellë si agenti CIA. Ç'është kjo histori se? Si e ka emrin, nga është, kush është, ma tregon me detajet, lutem. Në pak minuta. Një biznesmen në Kaliforni, të këtë 30-at, mashtrues kalibri i nivelit ndërkombëtar, kishte disa kredi dhe një farë të ardhurash nga familja, vendos që tani duhet të kalojë në një nivel tjetër. Me donacionet ndryshme tek republikanët dhe demokratët, realizonte foto me personazhe. Është ky tipi i shohim këtu, Po, ai është. i cili ka ndryshuar me garimin e kohës, se këto janë foto këtu është me mjekër. Janë më të vjetra, po. Janë më të vjetra, po. Kjo është shtëpia që donte të blinte me lekët e tjetrit. Me lekët e kujt? Tani ç'a bën? Pasi mashtron Që ke dinë për Shqipërinë. mashtron disa njerëz në Kaliforni, fund fare i ve syrin një biznesmen. Po si e ka emrin ky? Ky e ka emrin Gurav Srivastava, Po nga është me origjinë? indiano kalifornez. Indiano Kalifornez, pra ka dhe pasaportë amerikane. Ka dhe pasaportë. Gurav Srivastava. Srivastava. Po. Çfarë perle, çfarë papagjiu. Ha, vazhdo. Tani ç'a ndodh? Një biznesmen holandez, nuk e di se si i bie në vesh kjo lloj gjëje, i cili kishte një kapital diku tek 350 milion dollar. Pyta. Kur amerikanët i vun sanksione rusëve për çështjen e naftës kur nisi lufta në Ukrainë, ky tani shkoi dhe u gjend atje dhe i tha unë tha jam një agent i CIA-s amerikane. Ky. Po, që do të ndihmoj ty i tha që ti tha të heqësh sanksionet. Edhe filloi t'i tregonte histori. I tregonte histori për shembull si luftonte me ISIS-in në Kongo. I tregonte histori, kishte operu veshkën, po thoshte këtu ka marrë një plumi, thoshte për shembull. Edhe kishte disa shenja këtu. Normal, kur operohet veshka po. Po, Patjetër mbeti një do i gjë. tregonte sikur ishte plagosur në luftë. Çfarë perle. Edhe i tregonte se si e trajnonte CIA amerikane dhe se si ky kryen të operacione të jashtëzakonshme në lindjen e mesme, në Afrikë, në Evropë, personte lider, si të lider në pushtet etj. Dhe pas disa kohësh i thot dëgjoj thot, që ta realizojmë këtë biznesin bashk duhet që të marrja 23 milion dollar, se kemi një punë. I thot holandezit. Po. Dhe e gjithë puna ishte që ky do të blinte një shtëpi me lekët e holandezë do na blinte në Kaliforni. Kishte një shtëpi që ishte shumë e bukur, ajo që del aty në foto. Po, që pam në foto, po. Shtëpia bënte diku tek 24.5 milion dollar. Pyta. Dhe pikërisht 24.5 milion dollar kërkonte ky një përqindje aksionesh, që t'i thoshte zyrtarëve shumë të lartë amerikan dhe i tregonte foton. Shive këtu jam me Bidenin. Do e takoj nesër i thoshte. Ndërkohë ka bërë foto me lider botror apo jo? Po se të gjithë. Ne kemi vetëm këto me Bidenin dhe me thuaje G.D. Vance-it. Po këte janë dy më të rëndësishme. Jemi president në Amerikë. Dy më të rëndësishme. Ndërkohë këta që janë pak për shtyje, ky kishte palusur me kohë. Ka dhe me Wesley Clarkun e me tjerët. Por çështja është që ky blinte për shembull bileta ku ishte Wesley Clarku që do flinte, fliste, dhe shkonte edhe ky sikur do fliste atje dhe ishte agenti i CIA-s i fjetur, i cili mbikëqyrte të gjithë situatën dhe për më tepër punëson një ish efektiv Delta Forces për ta bërë sa më të dukshme dhe sa më të qartë situatën që të gjithë ta besonin. Madje Ish efektiv Delta Forces që i rritën mbrapa ndoshta. Që kishte me të shoqëronte. Si bodyguard e tjerë. Dhe tregonte, domethënë, pra ky është i CIA-s dhe Delta Forca e ruan nga mbrapa. Dhe bënte sa më të besueshme këtë lloj gjëje. Pasi kishte mashtruar për shembull tani që është hap gjyqi në New York, është një gjyq federal që është. Më falë se bitë të ndërpres. Për sa vite me radhë e ka ushtruar këtë lloj aktiviteti ky? Ky e ka nisur mashtrimit pa parë? Ky e ka nisur diku tek 25 sipas asaj që lexuam, aktualisht 25 vjeç. Aktualisht është 35, ka rreth 10 vjet që bën këtë punë. Që sa mbaroi shkollën, u fut. Dhe sot ka këtë fytyrë që shohim lart? Sot është më i dobët. Ky që shohim lart? Po, është ky. Jo, ai është biznesmeni holandez. Ishte holandezi? Holandezi ai. Dakor, nuk kemi, po këto fotot me këtë tani do të jenë me Po, janë të vonshme. Me G.D. Vance-in është e vonshme. Pra ai lart është holandezi, nuk është ky mashtruesi. Ai lart është holandezi i cili thotë që je i sigurt ose? Po, është holandezi. Është holandezi i cili ka emrin Nils Trost. Dhe pikrisht mbi këtë, domethënë si punë e këtij ka më mirë, po ky është që kalon në një nivel tjetër. Me mira, mos e thuaj tani që sillen si agent CIA-s, jo më burse, nuk janë kaq shumë. Do i kishim marrë vesh burr. Okej, dakor, jo si agenti. Jo me mira. Me gishta duhet të jenë, me gishta të jenë. Gishta e dorës, po. Mashtrues të këtij kalibri janë të rrallë. 10 vjet. Pasi i kishte marrë disa qindra mijëra euro këtij biznesmenit holandez, jetonte në luks e paguante njerëz me lekët e këtij,
fund fare ky e kuptoi edhe tha, por e tha ky tha po mashtron tha. Edhe dolën dhe rastet e tjera se si kishte mashtruar dhe në Dim Kaliforni. që sa raste, sa gola ka bërë ky? Sa kaprolla ka palosur ky si punë e holandezit? Si punë me holandezit, ja mori lekët, e bleu vilën apo jo? Jo. Nuk ja mori. Jo. Po gjithsesi, ndonjë lek i ka marrë apo jo? Sebi. Po lek pa fund. Lek i ka marrë pa Lek fund. xhepi për të lëvizur, shëtiste, shkonte e tjerë, mbante njerëz. Po dhe holandezi jetonte në Amerikë. Holandezi bënte vajtjarë. Vajtjarë, dakor. Holandezi kishte një hall. Donte të zgjidhte punën ore, ç'a të bëj me këto sanksionet. Kur jem pikë të hallit, Ç'pun kishte holandezi me sanksionet bë? amerikanët i vunë sanksione rusëve për naftën bruto. Po holandezi Ky merrej me tregun e me naftës. Rusin? Ky merrej me tregun e naftës krudo. Okay. Dhe kishte import eksport edhe me Rusin. Kur amerikanët vunë sanksione, ajo i mbytur i kap edhe për fije të barit, po i falimentonte kompania. Kushdo që ti dilte, tani ky ja kuptoi të gjitha të lojën edhe tha, ta zgjidh unë tha. Njoh këtë, njoh atë, jam agenti CIA si fjetur, kam bërë këtë. Kështu që e gjithë kjo, për shembull, ka një vjedhje të vogël, për shembull, sipas kësaj që thon letrat në gjyq, $100,000 që ja kanë bërë një biznesmeni tjetër në Kaliforni. Do të thënë këto janë gjëra të vogla. Dollare pa fund ka bërë. Po. Sa mund të jenë rastet që ka mashtruar? Unë gjeta 7 raste. To Nuk janë pak. $100,000, $200,000, $500,000. Që nuk janë pak në 10 vjetë. Jo, s'janë pak. Se ky godiste fort apo jo? Po $500,000 ti mund ta shtysh një vit i qetë. Fu, Po edhe këto pagesat për të marrë pjesë të kur bën këto evente të fundraising që mblidhen fonde, si funksionon në Shtetet e Bashkuara. Paguan pagesat të larta për të marrë pjesë në për këto evente, ku shkojnë dhe politikanët tonë që bëjnë këto fotot me presidentin e Amerikës që paguan pare, në të njëjtën mënyrë me sa duket edhe zotëria ka funksionuar. Çfarë perle, mërsep, çfarë perle? Dhe i shesin si politikanë shqiptarë o politikanë këtu për rreth rajonit. Ky që si agenti CIA-s, më burr. Si agenti fjeturit CIA-s, kjo është që është disa hapës përpara mund të vit të japë disa leksione. Ai kupton se mashtrues ka pafund bota, po të psider si agenti CIA dhe të arrish të bësh foto dhe me liderat të mëdhenj të botës. Me Trumpi nuk ka ndonjë foto, Më parë, shive tani ka një rast në gjykatë. Kur e kapën këtë sebi? Lutem se më interesojnë këto datat. Kur e kapën? Ky tani ka dalë para gjyqit, ky duhet të jetë kapur vjet në 2024 ose 2025. Po, por sanksionet kanë filluar në 2022-shin. Tani ke 2 raste për shembull. Pretendohen 2 mashtrimet ndryshme që kanë shkuar tjerë dhe që thonë na mashtroi, për shembull. Hiqej si biznesmen Ugandas. Nuk bënte vetëm si agenti CIA-s, ndryshonte edhe rol. Po praktikë ka thënë si agenti CIA. Vetëm këti ka thënë si agenti CIA. Po. Se ky kishte $100 miliona. Tani dikë tjetër e ka mashtruar dhe thoshte që unë jam biznesmen nga Uganda. Dikë tjetër e ka mashtruar dhe ka thënë unë jam konsulli i nderit i Malajzisë. Pastaj ka thënë që unë jam zyrtari i qeverisë sudaneze. Tani është bërë agenti CIA-s amerikane. Së fundmi. Po, Holandezi është të thuash kaprolli i fundi që ka kapur ky. Pra nga holandezi e hëngri ky. Nga holandezi. Nga dysha, pse, ku cili e didim gjë? $3.5 milion nuk t'i jep kush kollaj. Po pse dysha holandezi? Dim ndonjë detaj? Sepse Ku ishte momenti që u derdh gota, që holandezi tha prit sekondë se ka diçka këtu vlla. Sepse nga ajo që shohim deri në korrik të 2022-shit, sipas Tava, e bind dhe i thot që duhet më shesësh gjysmën e aksioneve që kete Paramounti. Biznesmen kaq të mëdhenj, në këtij niveli me $100 miliona. Futni edhe aksione në për kompani kështu, po. Në për kompani të ndryshme. Sipas dosjes, këtu është çasti kur ai thot, "Ore, mirë, tani puna e naftës, që do heqim sanksionet." Pa aksionet e Paramountit, për çfarë ti doj? Pse duhet që t'ja shesun këti aksionet e Paramountit? Dhe sipas dosjes që mundemi të lexojmë është që ky i donte aksionet e Paramountit, që do t'ja jepte dikujt një zyrtari shumë të lartë amerikan, që ishte në CIA, që do ndikonte tek qeveria që t'i hiqte këtij departamenti i tregtisë etj. Çfarë per? Këtë lloj gjëje bënte. Çfarë thot dosja tjetër, Moraman? Pastaj edhe 2 minuta. Për shembull, ka një rast këtu për shembull kur ky pretendon që ka një firmë avokatie. Edhe shkon të mashtroj disa përfaqësues dhe i thot që unë jam i lidhur me ish-kryetaren parlamentare amerikane Nancy Pelosi. Që ishte deri para se vinte Trumpi, më duket në kohën e Bidenit, Nancy ishte kryetarja e Kongresit apo jo? Kryetare e parlamentit. Homologja Niko Peleshit sot. Tamam homologja Niko Peleshit.
Pra këto janë Josi Peleshi, per. Këto janë paka shumë, por ajo që duhet të thënë në këtë përmendimin tim, që duhet thënë dhe diçka, është kjo që sot është shumë e lehtë që të mashtrohesh, sepse ky kishte bërë dhe një gjë që duhet thënë faktikisht. Sot, me inteligjencë artificiale, me shumë pak para, me 10.000 apo 20.000 dollar, ti arrin të krijosh një profil totalisht të ri tëndin në rrjetet sociale dhe kudo tjetër. Pra, sot, unë si Sebastian Zonja, mund të paguaj para për të fshirë shumë episodet mia që dalin në internet, ky shkrimi, ky emisioni, dhe krijoj një profil tjetër si sipërmarrës, e krijoj një profil si hedge fund manager, e krijoj një profil, domethënë mund ta krijoj këtë lloj gjëje. Dhe pikërisht një personazh si ky mashtruesi ka bërë këtë lloj gjëje. Si kishte emrin edhe një herë? Gurav Srivastava. Srivastava, çfarë perle. Tani është në gjyq dhe gjyqi po zhvillohet në New York, theti. Në New York, po. Është gjyq federal në New York. Gjyq federal. Është sankcionuar. Po është i arrestuar sebi? Është sankcionuar nga Mbretëria e Bashkuar, nga Vendet Bashkimit Evropian dhe nga Zvicra. Domethënë është personazh mashtrues i kalibrit ndërkombëtar. Po është i arrestuar? Mashtrues tjetër për të hequr sanksionat. Si? Ky ka nevojë për një mashtrues tjetër për të hequr sanksionat e këtyre vendeve. Po. Ky gjithë lekët që ka kap tani me siguri do sebi është i arrestuar apo është në gjendje të lirë? Është në gjendje të lirë. Ajo që dim deri tani është mund të jetë në mbikëqyrje, mund të jetë në arrest shtëpie, po ajo që dim është në gjendje të lirë derisa të merret vendimi. Por është gjyq federal dhe nuk është gjë e thjeshtë. Do ta ndjekim këtë, do të shohim se gjyqi me siguri do vazhdojë të sakohet atje, nuk është se mbaron më njëherë. Se edhe ky ka pretendimet e veta. Se po të lexosh anën e këtij, ky thotë ky i pranon, ka pranuar ndonjë gjë? Pranon. Zero. S'pranon asnjë. Po për të cilat çfarë thotë? Është shpikje e këtij thotë. Nuk e pranon. S'pranon asgjë ky domosdoshmë. Jo, asgjë s'pranon. Pra nuk ikën gjykim shkurtuar ky. Do vazhdoj. Ky s'pranon asgjë. Sa vjeç mund të jetë tani sep ky? Ky është 35. Është beqar i martuar? Jo, këtë nuk e di. Mundova të kërkoja, prandaj po them që është shumë e thjeshtë sot që blesh informacion. Mundova të kërkoja dhe të gjeja të dhëna. Për shembull, disa faqe në Holland që e kishin dhënë silendi, disa faqe në Amerikë, e kishte arritur t'i ndryshonte në atë farë mënyrë dhe gjitha faqet thoshin një gjë, ore, hapte faqet të Wikipedias të vetat, bënte të dhëna sikur ishte menaxher fondesh etj, pastaj i mbyllte prap, pastaj i hapte prap, pastaj i mbyllte prap dhe nuk gjeje dot të dhëna personale, sepse gjitha dhënat që mund gjeje sot ishte si një biznesmen shumë i suksesshëm indian që kishte lidhje shumë kalibër ndërkombëtar, po. Fiks kalibër ndërkombëtar. Do ta ndjekim këtë çështje, zotërin, sepse janë i bindur që dhe ju pëlqejnë shumë to. Janë të rralla, janë të bukura shumë. Ora është 22:37 minuta. Kalojmë direkt, pa tranzicion, te fabula numër 2, le djom. Serdi muzika. Blofi Ramsit me bordin e paqes, Sera dhe opozita në kurth. Le të saksojmë që në fakt Redi Muçi lëvizjes bashkë se merri mesazhi. Në fakt ka qenë në sallë, po ka absenuar. Nuk kurse mungonte, se unë thash fillim mungonte, mendoja se si ishte atje ai ka qenë në sallë Redi, po ka absenuar. Sqarimi u bë. Eri për fillon nga ty. Unë jam ndjeni edhe që Edi Paloka nuk ka votuar. Ka bërë edhe një deklarat, ka mbajt një fjalime. Vetëm Edi? Vetëm Paloka. Me i dhe atë kjo nuk e shpegon atë që ndodhi realisht. Dakord, Edi bravo i qoftë që nuk votoj, nuk e kuptova pse Redi Muçi i lëvizjes bashkë duhet të absenonte, në fakt se ai mund të votonte kundër, apo jo se. Me parimet që kanë lëvizja bashkë, Alindi e këto mund të ishte kundër dhe nuk do çuditë njëri. Po pse të votoj kundër dhe të quhem anti-amerikan? Po pse Edi Paloka pse e bëri thua ti? Nuk ka lidhje me anti-amerikanizmin. Kjo është një parti e re, ai është një personazh i ri në politik. Abstenon për një çështje që ka probleme në të drejtën ndërkombëtare. Unë nuk jam anti-amerikan. Ja ti jam fjalën e ri pastaj do ta lë ty. Henri, veprimi mirë. Henri Qeno, më shpjego lutem. S'kishin asnjë mundësi tjetër PD-ja, veç se të rreshtoj ta afilioj direkt me këtë lojë të Ramsit, që ishte një lojë, duhet thënë, e tmerrshme. Në fakt, kjo lojë ka filluar që në fillim të janarit, Jo në fillim të janarit, jo, në fillim e 3 janar, kur ndodhen ngjarjet në Venezuelë, pra që Maduro u arrestua nga një lëvizje ushtarake e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që aty filloi opozita në vetvete ra në një lloj instinkti primordial, do ta quaja unë. Pra, nuk pati analizat të thelluara për të prodhuar edhe një mendim politik, për të krijuar një strukturë të mendimit politik, në mënyrën se si funksionon edhe gjeopolitika. Kështu që duke rënë në këtë
unë të ta quaj edhe një formë tragjedie, sepse janë 13 vite opozit, është kohë mjaft e gjatë, kështu që domosdoshmërisht që opozita në vetvete ka të nevojshme për të krijuar atë procesin e rithemelimit që u nis para disa vitesh në një formë rikonceptimi, ristrukturimi me njerëz të rinj, dhe sigurisht me mendime të reja duke formuluar edhe një farë mënyre. Pra, kur vjen puna tek diplomacia, tek politika e jashtme, duhen ekspert. Dhe nuk është se ka patur brenda opozitës, edhe brenda Partisë Demokratike, një lloj analize e thelluar për atë çfarë po ndodhte, pra si po ndryshon ky rendi global, dhe ne pam reagimet, pra duke filluar nga fillimi i janarit, dhe lojën që bëri në vetvete Rama, biles deklaratat për si shikojnë deklaratat e Ramës në vetvete, duke bërë ato fjalimin e tij në parlament, ku deklaronte se unë nuk përshkoj të takoj presidentin e Amerikës, sepse me lejen e tij unë do rri me vajzën e tij. Pra, ato kanë dhe hapësirën ligjore për të krijuar dhe incident diplomatik në vetvete. Aq më tepër me një president si Donald Trump. Por Edi Rama është kryeministri i këtij vendi, ai përfaqëson shqiptarët, ai përfaqëson Shqipërinë. Nëse ai ka patur një ftesë për të shkuar në Davos për të takuar me presidentin Nuk del ftesa në asnjë vend. Nëse ai ka patur një ftesë, ai duhet të shkonte atje dhe të përfaqësonte Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse ishte diçka pozitive në vetvete. Kështu që në këtë lloj fragmentimi të mendimit të analizës që i bëj unë, opozita duhet ta kishte analizuar më mirë dhe më thellë, se ne nuk kemi dhe një dokument zyrtar në vetvete. Çfarë është votuar? Është votuar thjesht një dokument që ka shkuar në moment fundit dhe aty flitet për që caktohet Edi Rama si emër personal, ndërkohë që ftesa është për Shqipërinë, pra për kryeministrin e Shqipërisë. Mua më thon Henry që përveç Palokës që thua ti, je i bindur Palokën që ka votuar kundër? Dëgjova fjalimin e tij në parlament. Mirë, po nuk e dim si ka votuar, si fjalimi mund të jetë, po puna është si votuar. Ai deklaroi që unë votoj kundër për arsye se është emri i Edi Ramës në dokument. Që nuk është arsye e vogël. Ne votojmë me dy duar pro Amerikës, por në rastin konkret me që në këtë dokument është emri i Edi Ramës dhe në çdo dokument që ç'do dokument është ky? Ky ka fuqi ligjore? Ç'dokument është ky? Në vetë nëse ne do kishim këtu të ftuar pra ekspert të kushtetutës, unë besoj që ka hapësira për të patur shkeljet kushtetutës vetvete. Dokumenti që është votuar në parlament. Tani, mua më thonë që as vetë Edi Rama nuk e ka votuar këtë. Edi Rama patjetër se ka votuar, bëri fjalimin dhe hiku. Si gjithmonë. Se edhe kjo ka një problem. Firmën pothuajse në asnjë nga votimet e këtyre viteve të fundit. Mund t'i lexoj Ledjo, sepse i kemi në Ledjo, më duket se i keti këto, gjithë emrat. 110 pro, 1 abstenim, 0 kundër. Ishte rezultati votimit. Ke imazhin e ulseve edhe ngjyrat për çfarë kanë votuar. Te kjo që mund shikosh Henry këtu. Asnjë kuqe. Të kuqe s'ka. Ndërkohë, këto jeshilet janë që kanë votuar pro, apo jo? Ndërkohë shoh dhe shumë të bardha, ato të bardha çfarë janë atje? Nuk kanë marrë pjesë votim. S'kanë marrë pjesë votim. Ato me blu duhet të jenë abstenimet. Po ato me blu se janë abstenimet, se normalisht vetëm ky abstenoi pra. Ka abstenuar vetëm, ne thamë që ka abstenuar këtë dim, Redi Mushi. Ka dhe tjerë që ka abstenuar, Sebastian, shikon që ti te blu atje? Shikon që blu? Atë po kontrolloj. Nese më çën si ka. Por në vetë shiko. Këto janë detaje. Po ta shikojmë në aspektin politik, është shumë e vështirë që një vend si Shqipëria apo të vendet fqinje këtu në rastin konkret të Kosovës, është shumë e vështirë që një forcë politike të dalë kundër një iniciative të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ne nuk jemi akoma në dieni, paktën unë nuk e kam lexuar ende dokumentin që është votuar në parlament, pra që nga qeveria shqiptare është deleguar në parlament për të votuar. Nuk e kam lexuar thelbin dhe përmbajtjen e atij dokumenti, kështu që por politikisht është shumë e vështirë që një forcë politike aq më tepër në Shqipëri të votojë kundër një iniciative të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mund të kërkonin për shembull të mos ishte emri i kundërshtarit i tyre atje, i kryeministrit apo.
është bërë në mënyrë ekstremisht të shpejt, pra vetëm një natë përpara është deklaruar që do ketë një seancë të përshpejtuar dhe do kaloj një votim që është jashtë rendit të ditës. Kështu që deputetët janë lajmëruar thjesht në një mesazh në WhatsApp për të mbledhur e thjesht për të votuar, nuk e dinin për çfarë do votone. Sebastian? Ti si e mendon këtë punë? Pyetjen që është në ekran. Blofi Ramës e bordin e paqes, pse ra dhe opozita në kurt? Se që është blof, kjo është blof, nuk ka asnjë s'ka asnjë gjë kjo, kjo është kot, është në ajër. Fakti që Rama nuk ishte në Davos, që ai është një blof i madh. Unë mendoj se Shqipëria, sa herë ka një kërkesë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet të votoj pro. Edhe nëse kërkesa është e gabuar. Po flasim politikisht. Nëse do të isha në një auditor, do flisja për drejtën ndërkombëtare, për politologjinë, për parime etj. Këtu po flasim për një parim politik. Një foto krah presidentit amerikan, e ke apo nuk e ke qef, është më e rëndësishme sot në këtë kohë të trazuar se sa disa debate të ndryshme. Pra ti Sebastian dhe ti ke qëndrimi jot është por ulje totale ndaj çdo gjëje që thonë amerikanët. Aktualisht, në këtë moment që po flasim, me këtë situatë të trazuar gjeopolitike, në qoftë se është për të zgjedhur, unë zgjedh Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, po e rrithem në këtë lloj forme. Sot, kur ndahen sinoret midis superfuqive, Evropa thot që ne kemi disa tensione me SBA për çështjen e Groenlandit. Këto janë punët e evropianëve. Ne jemi aleat Shteteve të Bashkuara të Amerikës, së bashku me Kosovën, dhe jemi të detyruar që nëse do të thotë kërceti do ta pyesësh sa lart. Është çështje tjetër, po e them edhe një herë se si do të trajtojmë akademikisht. A është çështje demokracie, tiranie, autokracie, vasaliteti, aleance, strategjie etj. Kjo është krejt çështje tjetër. Ajo që po mundohem të them është një foto e kryeministrit Edi Rama, e Enrit, e Jotja apo e imja, e Vjosa Osmanit apo Albin Kurtit, e Hashim Thachit apo e dikujt tjetër, krah për krah, me presidentin amerikan, Donald Trump apo Biden, kushdo qoftë ai, kjo është një fitore e diplomacisë shqiptare. Pra, nëse amerikanët thonë që ne kemi ndërmend që të bëjmë këtë lloj gjëje, dhe ne do të themi po, edhe ne kemi ndërmend si puna juaj, bëjmë atë lloj gjëje. Madje, a arrin dot ti ta parashikosh se çfarë kanë ato në mendje dhe t'ia thuash ti para se ato ta kenë në mendje. Kjo është situata sot gjeopolitike që ndodhemi. Në këtë situatë të trazuar gjeopolitike, ku frerët për sa i përket një qendre të vetme financiare, një qendre të vetme ushtarake, një qendre të vetme vendimmarrje, e ka Amerika dhe Kina. Ne jemi krah Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Udhëtimi jonë evropian është çështje tjetër. Kur BE-ja pastaj të filloi dhe të thotë që do vinin BE, do rakordohen politikën tonë të jashtme, kemi këto çështje të tjera, aty pastaj diskutojmë dhe aty është në lojë diplomacia. Sot ne jemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse ata thonë kërce, ne do ta pyesim sa lart. Unë këtë mendoj. Pra këtu s'keni debat fare me Henrin. Jo, besoj se kemi debat. Jo. Me Henri? Jo. S'keni debat. Duke e parë politikisht, është shumë vështirë që mos pranosh një kërkesë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Sido që të jetë ajo kërkesë, ne edhe qeveria e Berishës, po edhe qeveritë e Ramës më pas, kanë pranuar kërkesat të Shtetit të Bashkuara të Amerikës për të pranuar refugjat të ndryshëm, pra iranian dhe jo vetëm. Dhe sigurisht që duke hyrë të bërë një analizë edhe historike në vetvete, i kemi një detyrim shumë të madh Shtetet e Bashkuara të Amerikës me atë çka ata bën në 99-ën në rastin e Kosovës. Pra, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova nuk do ishte sot shteti pavarur. Ne nëse shikojmë historinë tonë kombëtare nga 1990, ka patur këmbgulje të mëdha nga populli shqiptar në Kosovë dhe kryengritje. Madje në moment të caktuara po aq të mëdha sa që ishte edhe vetë UÇK-ja në 99-ën, organizime. Por ne i arritëm qëllimin vetëm duke patur në krah Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në këtë lloj forme i detyrohemi ende Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo që thotë Henri është pak a shumë e këtill. Ta shohim historinë nga jashtë brenda apo nga brenda jashtë. Në kohën e Enverit ne e shihim nga brenda jashtë. Pra jemi ne fanari ndriçues si botës. Po ta shohësh nga jashtë brenda, aleanca e pas 50-s është anglo-amerikane. Pra e djathta shqiptare apo në një lloj forme është anglo-amerikane dhe kërkon një lloj zgjidhje për rrëzimin e komunizmit, e kërkon nga anglo-amerikanët si fuqia e vetme më e madhe në botë. Por është çështje tjetër të flasim për legjitimitetin ndërkombëtar të bordit të paqes, dhe është çështje tjetër të flasim për mekanizmat politik.
Bordi i Paqes ka probleme në të drejtën ndërkombëtare, sepse del nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit, ndërton disa organe dhe kërkon autonomi, ka një president të përhershëm i cili nuk ka organe të cilat mundet që ta heqin atë, dhe në krahun tjetër ndërtohet për Palestinën, por nuk ka asnjë palestinez në bord. Çka do të thotë i heq një nga kriteret kyçe të drejtës ndërkombëtare që është vetvendosja. Kështu që këto janë problemet ligjore në të drejtën ndërkombëtare të atij bordi. Por çështja është, ky lloj bordi është një vendim i politikës amerikane dhe e zgjidh ajo se si do ta legjitimoj këtë lloj bordi. Ajo që ne kemi është një ftesë për të bërë pjesë e këtij bordi dhe ne themi po, ne jemi dakord që të bëhemi pjesë e këtij bordi. Çështjet dhe problemet ndërkombëtare me drejtë ndërkombëtare i zgjidh ti. Ne nuk kemi ndërmend merrem me zgjidhjen e problemeve ndërkombëtare. Prandaj po e them, në katedër mund të themi që ka këtë problem drejt ndërkombëtare, ka këtë problem me ligjin ndërkombëtar, del nga një rezolutë e OKB-s, krijon autonomi, çka nuk mund ta krijojë si legjitimim më vete etj etj. Por kjo është çështje tjetër që i përket ligjit ndërkombëtar. Atë e zgjidhin vetë SBA-t. Ne kemi ftesën për të bërë pjesë e bordit dhe po e them edhe një herë, ne duhet të bëhemi pjesë e bordit. Derisa evropianët të flasin si puna e atij autobusit të Kuçit, kudo Britania në vend të parë, Franca në vend të parë dhe Gjermania në vend të parë, ne jemi me SBA-t për të vendosur se si do ta zgjidhim këtë çështje. E kuptova. Ballkan. Pse nuk shkoi atëre Ramsi Henry për ta mbyllë të fabulën, të kalojmë te fabula tjetër. Pse nuk shkoi Ramsi në Davos? Duhet ta kishte shpjeguar vetë Rama, a ka ftesë, a nuk kishte ftesë. Po ju vetë s'keni asnjë mundësi si partia më e madhe e opozitës të investigoni për të punën ka pas ftesë Ramsi? Sigurisht që ne patjetër që në Davos kishim burimet tona, pra atje kishim prezent jo vetëm shqiptarë që ishin merrnin pjesë, po edhe miq të shumë ndërkombëtar me të cilët kemi pasur biseda. Unë personalisht kam patur kontakte të vazhdueshme gjatë gjithë javës. Është e habitshme se si Rama mund ta humbte një oportunitet kaq madh për të dalë në krahët. Se një gjë është mister, i vjen një ftesë, tani, po dëgjosh teoritë që rreth kësaj ftese, thonë që ftesa, po këto janë të gjitha teoritë pa konfirmuara, janë thjesht hipoteza, që ftesa e ka ardhur Bayram Begaj në fakt, presidentit. Dhe nga që Bayram Begaj nuk, për arsye të ndryshme që si ja vlen t'i them këtu sot, nuk donte të shkonte atje, është lidhur me kryeministrin, pra me Ramsin 4 dhe i ka thënë shiko se po unë s'do të shkoje, merr ti, e ka marrë ky, po këto janë të gjitha të pa konfirmuara. Ftesa për bordin e paqes, dakord? Ramën ne e njohim prej 30 vitesh tashmë në politikë dhe e gjithë diplomacia e tij është e bazuar mbi lobimin. Pra dhe marrëdhëniet personale që ka patur me grupe të caktuara interese. Prandaj po çuditem, i vjen ftesa, e zëm se i ka ardhur, po pse ndërkohë shkoi atje të takonte? Dhe pra kush e pengon këtë njerëz të takoj Trumpin pa të firmosi? Siç takoi Vjosa Osmani për shembull. Që do shkojë në shtëpi të bardhur për ta firmosë këtë dokument, nuk ka për të ndodhur ndonjëherë. A e para njëra i tha do jem javës tjetër në Knesset, pra parlamentin e Izraelit. Po në Knesset është një event i përvitshëm që organizohet nga parlamenti Izraelit. Po s'ka fol ndonjëherë ky përballë deputetëve të Knesset. Atje do ketë dhe lider të vendeve të tjera, por nga Shqipëria ka të ftuar edhe nga opozita, është e ftuar edhe një deputete e Partisë Socialiste, pra Romina Kuko dhe Gazmend Bardhi janë të ftuar nga të dyja forcat politike. Kështu që Edi Rama është ftuar sfundmi, nuk ka qenë pjesë e delegacionet, pasi paktën në kontakte që ne kemi patur për gjatë muajit dhjetor dhe fillimit të janarit. Edi Rama nuk ka qenë personazh i ftuar, individ i ftuar, po edhe si kryeministër për të mbajtur një fjalë. Çfarë ka ndodhur në javën e fundit nëpërmjet lobimeve të tij dhe të njerëzve që ai ka të shpërndar në Shqipëri, por dhe jashtë Shqipërisë, ne nuk e dim. Por ftesa nuk është vetëm në mënyrë ekskluzive për Edi Ramën, pra është një ftesë që vjen për të dyja forcat politike, kemi deputet nga të dyja forcat politike të cilët janë ftuar. Në fund shkurtit ose në mars, në këto 2 muaj, po të dëgjosh njerëzit këta që bëjnë spinin e Ramsit, njerëzit që punojnë pra Ramsit, dhe mediatike të gjithë ta, e thonë kështu si ekskluzive e lajmin që Ramsi është në shtëpi të bardhë. Ju e besoni, Henry? Sot foli subkonscienca e Ramës, vetë Baton Haxhiu. Aty ishin mesazhet subliminale të subkonsciencës vetë Edi Ramës. Çfarë tha Batoni? Baton Haxhiu tha që me ftesën që mori Edi Rama nga presidenti amerikan,
Amerika tashmë nuk do mbështesi Mospakun, por përkundrazi do ta bllokojë. Pra me sa duket Partia Socialiste dhe Edi Rama ka për synim, i ka dhe numrat parlamentar për të bërë dhe ndryshime kushtetuese ndoshta, për të ndaluar si duket këtë invazione, siç e quan ai, të Spakut, dhe të fuqisë të hetimore të këtij organizmi, të cilat ne e dim që është krijesë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me që më fute këtu, kalojmë direkt te fabula tjetër, me që futet e Spaku. Jepi Letjo. Me që jemi pikërisht e Spaku, para se të vemi te ministri Gjerman të marrni vesh çai ka thënë Ramsi dhe ka pas lidhje apo jo? Letjo, do të ikim, bëjmë një pauzë? Po, patjetër. Ikim tani? Direkt. Okej, dhe rikthehemi pasaj, mos u vizni, erdhëm.